shkohet e veni punës, halo. Po, në nërë dhe këtu jam. Jo, halo. Po. Tënë. Kurna? Jo, e pa mushme me gjetë diçka këtu. Kjo lagje se e shkret. Priti herë. Alo? Po? Vajzë 8 vjeç? Në cilin spital? E kuptova. Tash vi. Andra. Ku me ditë sa Andra të njerë të pasë. E mërzit. A më se doktoresh? Jo, nuk kem doktoresh. Unë prokurore. Më pëlqen shumë drejtësia. Kur të rritën du më bëhë police. E sot njerëzis. Sot rreth orës 10:15 të mëngjesit raportohet i zhdukur një 9 vjeçare me emrin Almera Igaliu. Shkoi në dyqan për të blerë çokoladë, por nuk u kthye.
u vonuan shumë. Kanë familjarë të shqetësuar të cilët më pas njoftuan policinë. Rasti u mbar në dorë më njëherë nga prokuroria. Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot. Mjeku kujdestari i spitalit të përgjithshëm njoftoi sot prokurorinë për viktimën e gjetur dhe të vrarë në mënyrë brutale. Për shkak të mungesës së 3 organeve, 2 veshkeve dhe melçia, viktima vetëm 8 vjeç, Andra Lia, u gjet pranë dyerve të urgjencës. Mjeku konstatoi se voglusja ishte pa shenja jete, ndërsa prokuroria shpreh ngushëllime dhe thotë se kjo s'do të lihet me kaq. Fëmijët nuk kanë të sigurt as në barkun e tyre të lotrave. Mehmeti po luante me kukullin e tij me 2 shoqe. Pa dashje, kukulla i ra afër një djali i cili sipas pamjeve nuk dallohej më shumë se 14 vjeç. Në vend që t'ia kthente kukullin Mehmetit, ai i dha një thikë në zep.